fillimisht materiali nga komuna Rahovecit, do të bëhet gati pas pak kjo storie, këtë material që ndjekëm, ishte nga dëmet në komunën, dëmet e vërshimeve në komunën e Fedizajit, me që e falenderojmë kolegun tonë, Driton Ramadani për këto detaje. Dhe sot a kemi gati storien për komunën e Rahovecit, ne në studio kemi zotin Imer Usinovci, cili është ekspert i bujqësisë, edhe të flasim për dëmet bujqësore pas rreshjeve të shiut në vendin tonë. Mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Ju lutem. E pam edhe në materialin që e ndjekëm bashkë të kolegu tonë Driton Ramadani, që tha edhe zotëria që ishte bashkë me Dritonin, që pjesa normale qytetit e pjesa shumë e rëndësishme vitale, gjithmonë ka të lashe fatkeqësisht, po ideja është që problemet më mëdha i kemi në aspektin bujqësor. Cilat janë aspektet edhe sa dëmtohen bujqësit në përgjithësi, po edhe kjo pjesë? Po është e vërtet që është evidente një shkallë caktore dëmeve në sektorin e bujqësisë, paraqitësh nga intensiteti i madh i rreshjeve, siç ishte ajo aktuale, ose ditë më parë edhe nga breshri, që ne në agronomi këto i quajmë fatkeqësi elementare, fatkeqësi natyrore, që janë dëmet nga breshri, intensiteti i madh i rreshjeve, vërshime të shumta, ngricat e mundshme, ariditeti ose fatësia e madhe e tjera. Dhe tani këto viteve të fundit, këto disi janë më të shpërfaqura, sigurisht që është pasojë e ndërrimeve klimatike, problem ky që ka atakuar krejt nivelin botëror. Nëse keni qenë veç pak në ngjarje në dekadën e fundit të qershorit, patëm temperatura ekstreme në pjesën e Evropës qendrore, që s'ka qenë karakteristik, siç është Franca, Gjermania e tjera, që të ne zgjatën vetëm 3 ditë, sepse shkaktojnë të ashtu quajturën valën e nxehtë, edhe fatmirësisht shpëtoi pjesa më e madhe kultivuese e grurit, e cila pothuajse është korrur, por ka ngel sipërfaqe të vogla ose simbolike të quaj ashtu. Tani dëmet që janë shpërfaq, posaçërisht nga breshri dhe në përgjithësi edhe nga rreshjet, vërshimet, krahasi Stogut, Skenderajt edhe Lipjani, Ferizaj, Vitia dhe komuna tjera të ngjashme Rahovecin e harrova po ashtu. Normalisht që sot në terren ashtu sa unë di janë ekipet veçanta të profesionistëve, sepse problemi fillon për caktuar shkallën e dëmit të vlerësimit nga niveli lokal, në një koordinim të plot me nivelin rajonal deri te niveli qendror, dhe raportet përfundimtare do t'japin një shkallë të caktuar të dëmeve që janë shkaktuar, që vlerësohet që mund të jenë 20 deri në 90%, sidomos në disa fshatra të Stogut dëmi ka qenë enorm, shumë i madh, dhe normalisht që për këto mendoj se do duhej që digasteri përkatësisht qeveria të krijojë një fond veçantë që i mungon Kosovës, që është fondi për fatkeqësi elementare ose fondi emergjent për rreziqet që paraqiten në sektorin e bujqësisë, sepse jemi të atakuar nga këto fatkeqësi natyrore gjithmonë, e kohës fundit gjithnjë më tepër. Mirë, cilat janë të lashet më mëdha të bujqit që i hasin në këto ditë? Përmende fondin që besoj jo vetëm te pjesa e bujqësisë, po edhe në përgjithësi kishme qenë mirë që me u bë, sepse kemi pa rastin shembull në Skënderaj para disa viteve, kur pat përmbytje shumë mëdha dhe me të vërtet është e vështirë edhe me u rikthy në kuptimin e dëmeve apo jo. Tani, si probleme që atakojnë edhe pjesën urbane ose pjesën e qyteteve, janë çështje që i përkasin një domeni tjetër. Tek pjesa e bujqësisë, krahas këtyre, domethënë kur vërshimet janë të mëdha, shkaktohet edhe ashtu quajtur asfiksia. Asfiksia është pamundësia e frymarrjes së bijve. Sa më gjatë të qëndroj ujë stagnues në sipërfaqen kultivuese, dëmet janë më të mëdha, edhe kundërta. Ka një seri problemesh me cilët atakohen fermerët, por si fenomene, kur flasim për fatkeqësitë elementare, për fatkeqësitë natyrore, janë këto që i potencuon paraprakisht breshri, vërshimet të shumta, ngricat të hershme pranverore ose të vonshme vjeshtore, pastaj shkalla e madhe e fatësisë, kem pas viteve të kaluara fatmirësisht si vjet jo shumë shpërfaqje të zjarreve, dukuri kjo që shpesh herë është edhe e qëllimshme nga dora e njeriu që duhet të dënohet, ose edhe si rezultat i ekstremitetit të madh ose oscilime të mëdha temperaturale, dhe tani ndoshta do duhej që të mendohet më mirë që ky fond do duhej të ishte një ndërveprim në mes të mekanizmave ndërqeveritar, qoftë edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme që më shumë i menaxhojnë zjarret me zjarrfekse e tjera, dhe fatkeqësitë natyrore që janë në sektorin e bujqësisë, por sidoqoftë një gjë e tillë duhet të themelohet një herë për gjithmonë, sepse në të kundërtën do të kemi dekurajim,
demotivim të fermerëve dhe përpasoj do të kemë ulje të prodhimit vendor dhe varësi të mëdha nga importi. Nëse shohim na statistika zyrtare, domethënë të vitit të kaluar, po flas për vitin 2025 me përgjegjësi profesionale, ne kemi importin marrëmends për prodhime që nuk justifikohet sepse përkojnë me kushtet tona agroekologjike, siç janë gruri, misri dhe kultura tjera. Është një gjë e qartë se Nuk ka ndoshta që mos me prodhu kështu. Problemi është se ne nuk kemi kondita agroekologjike për kultivim të rizit, agrumeve, bimëve tropikale. Po ato që mundemi të kemi ne. Por ato që mund të bëhen në kondita tona agroekologjike dhe të kemë vartësi të madhe nga importi dhe Kosova të shndrohet në një vend strukturalisht importues, është e pajustifikueshme. Kjo është arsyeja kryesore që shumë politika të përbashkëta sot të Unionit Evropian, të ashtu quajtura kap politikat, e mbështesin bujqësinë dhe krijojnë fonde të veçanta, por që të njëjtat mjete duhet të destinohen për qëllimin e caktuar dhe absolutisht të keqpërdoren. Mirë, po zoti Rusinov që e përmendë shumë mirë shembull, gruri, këto pjesë që ne i kemi traditë për të thënë drejtën. Po kultura tradicionale. Kultura tradicionale, shumë bukur e quajtë, po këto kultura që si kemi shumë tradicionale, sa i dëmton shiu, sa i dëmtojnë këto rreshjet, edhe duke ditë që me të vërtetë sot bujqësia është shumë atraktive për me punu, po shohim që nuk është që jemi kështu ndoshta në ditët më të mira për me punu. Një gjë është e sigurt. Nëse ne avancojmë prodhimin bujqësor, nëse ne përfillim kritere, nëse ne harmonizojmë standarde nutritive ose ushqyese, nëse rregullojmë bujqësinë, pra, do të kemi probleme më pak mjekësi. Dhe e kundërta. Këto është fundamenti kryesor domoni sektorit të sigurimit dhe sigurisë ushqimore, sepse shumë siguri shteti duhet t'i menaxhojë sa dhe siç duhet, si bie fjala, ne kërkojmë siguri fizike, pastaj sigurinë ushqimore. Profesione tjera që mund të jenë profesor, gazetar, mjek e tjera, janë alternativa, por që pa këto dy çështje që janë madhore dhe janë kulminante, është vështirë të funksionalizohet diçka çka nuk justifikohet për ne që punojmë për vitet e tëra. Nëse analizojmë për shembull importin total të vitit të kaluar që ishte mbi 7 miliard, mbi 1 miliard është për prodhime bujqësore. Është e pajustifikueshme sepse krahas drithërave që importojmë sasi të madhe të vajit, të sheqerit, të duhanit, prodhime këto që dikur janë bërë në Kosovë. Ne kemi pas në fillim të viteve 80-ta dikon rreth 30 hektar me kultura industriale, siç ka qenë panxar sheqeri, kolza, lule dielli, duhani, që kanë inkorporu fuqi të madhe punëtore, kemi zgjedhur probleme teknike, organizative, sociale, shkallë të madhe të papunësisë, do të ndalin ndoshta edhe shkalla e emigracionit, që të kemë diçka që tregu e kërkon. Bie fjala sot këto prodhime që po i përmend jone janë pa asnjë problem të plasuara në treg dhe nuk kemi nevojë që të importojmë diçka që mund ta bëjmë në konditat tona. Këto është fundamenti kryesor, domethënë roli krucial i bujqësisë që duhet një herë për gjithmonë të trajtohet konform tretmanin që duhet ta meritojë. Ne nuk jemi të marrë që të themi se vetëm sektori i bujqësisë duhet të jetë dominues. Projekcionimi i buxhetit kur të jetë në nivel shtetëror duhet të jetë i balancuar, sepse sa herë që është subjektiv, nuk koincidon në zhvillim ekonomik. Pra, nëse ne bëjmë një krahasueshmëri me vendet që kanë trend të lartë të zhvillimit ekonomik, siç është Holanda, Franca, Gjermania, janë ndoshta iluzione për ne. Por se të bëjmë një krahasueshmëri me vendet të rajonit, për këtë ndoshta do të ishte më i kapshëm, më i mundshëm, më i përfillshëm modeli sloven, i cili ndan ndikon rreth 8% nga buxheti i përgjithshëm për sektorin e bujqësisë. Edhe këtë do të vogël apo jo? Që na lidhet pak a shumë me ta. Absolutisht, po. Mirë, zoti Rusinov, cilat janë problematikat, po e them kështu, në pjesën qoftë rrafshit Kosovës, qoftë në pjesën e rrafshit të Dugazhinit, tash edhe kjo pjesa në Amëravës, ju jeni eksperti i bujqësisë edhe normalisht e njihni pak a shumë edhe reliefin përgjithësi kështu, po cilat janë telashet më mëdha, cilat janë specifikat e këtyre vendeve? Shumë bukur e kape si problem. Pra, diku ne kemi... Sepse nuk është gjithmonë njëjtë, apo jo? Kalkulu në rrafshin e Dugazhinit, rrafshin e Kosovës, regionin e Amëravës, regionin e Mitrovicës e tjera. Sot, për hir të racionalitetit, zakonisht komparacionet i bëjmë rrafsh Dugazhinit, rrafsh i Kosovës. Një karakteristikë kryesore, kulminante, që qartëson, që e dallon, në rrafshin e Dugazhinit vegetacioni fillon më herët, përfundon më vonë. Pra, pjesa e rrafshit të Dugazhinit karakterizohet me periudhë më të gjatë vegetative në raport me rrafshin e Kosovës, sepse sipas lartësisë
lartësisë mbydetare, ekspozicionit të rinjt, vegetacioni lartë, fillon më vonë, përfundon më herët. Kjo është imediate për specialistët e bujqësisë, për digasterin për kas që krijon një kriter të duhur të rajonizimit dhe të dihet se cilat bijim ose racat kafshë shtëpiake janë adaptabile ose të përshtatshme për ato kondita agroekologjike, sepse sot ne po përballemi edhe me ndryshime klimatike, problem ky që ka atakuar domethënë nivelin global dhe këtu duhet të fokusohet dija agronomike që të shpërfaqet, që të zbatohet në praktik nesër pas nesër, se një kultivar, një hibrid, një racë e kafshë shtëpiake mund të kultivohet në këto konditra agroekologjike është më e qëndrueshme ndaj thatësisë, që në shumicën e rasteve për jashtë këtë vit kem pas problem me ariditet në fundin e muajit qershor, korrik, gosht e tjera kem pas vite që s'kem pas absolutisht rreshtje për dallim nga ky vit. Domethënë ka një çrregullim total të nivelit të ndryshimeve klimatike, kur nëse ju e keni përcjell vite më parë, ishte një ekip e nivelit botëror, cilët i printe Al Gore me 8 vendet më të industrializuara, domethënë me G800, që nxorën përfundime shumë interesante si rezultat i shkatërimit të efektit serë, industrializimit të madh, shkrirjes së akullnojave, oscilimeve temperaturale e tjera. Dhe për këto sfida që do të ndeshen fermerët, ne duhet të paraprim përmes udhëzimeve ose rekomandimeve. Shive, sot asnjë nga agronomët e ason nuk ka asnjë vend, asnjë arsye, asnjë nevojë dalë dhe t'ju thotë fermerëve që kjo mos agroteknikë është e rëndësishme. Për fjala punimi, plehrimi, mbillja. E din, duhet bartësh transferet të reja teknologjike që duhet thuhet çka duhet të bëhet nëse ka skadua fati optimal agroteknik, sepse ka një itinerar agronomik, që është po themi kushtimisht rreth 2 javë për zbatueshmërinë e kësaj ose asaj mos agroteknike, por përse për një arsye ka skadua fati, duhet të shtohet sasia e repromaterialit, duhet të kemë kujdes në thellësinë e mbjelljes, duhet kultivohet kultivari përkatësisht hibridi që është më rezistent në ariditet ose thatësi, ai që është më i rezistueshëm në patogene kështu me radhë. Vetëm kështu mund të japim provimin se një emërues i përbashkët që duhet të krijohet në Kosovë në mes të shërbimit të ekstensionistë që man këshilla në bujqësi, digasterit përkatës dhe fermerit, qoftë prodhues, qoftë përpunues, duhet të jetë shumë më funksional. Edhe ka, po e them kështu, analizë pak më theksume në për këto pjesë të morët shumë mirë rrafshi Kosovës, ose pjesa rrafshi Dugaxhinit edhe pjesa e Mitrovicës, Anamëravës, që dhatë në Kosovë. Ka ekspert bujqësi që e shohin edhe, po e them kështu, vlerën e tokës në kuptimin sa ajo tokë e përmbush ose pjesën kështu meteorologjike në lidhshmërinë e tyre njëra me tjetrën. Kjo është saktë, por ne kemi bërë shumë gabime deri sot në këtë kontest. Pse? Kemi qenë shumë të pamshirshëm në degradimin e tokës, në shkatërimin, në përdhunimin, në tjetërsimin, dukuri kjo fatale që nuk po ndalet. Pra ligji mbi ruajtjen, shfrytëzimin dhe menaxhimin e tokës bujqësore është decisiv, është taksativ. Ai thot nga 8 klasë bonitative që ka Kosova, klasa e parë, 2 dhe 3 bonitative që janë toka mapjellore, nuk guxon të ndroj destinacionin dhe janë raste shumë të veçanta vetëm nëse është në pyetje ndonjë interes i madh nacional. Gjë që janë ndru. Që janë ndru dhe po ndrohen. Pra kemi qenë shumë të pamshirshëm dhe nuk e kem kuptuar një herë përgjithmonë që fondi i tokës bujqësore është aset nacional që u takon breza unë e pambarim. Pra nuk ka të drejt as një gjenerate, me këte as na, që ta shkatrojmë atë për arsye se kem pas trashëgimi nga paraarsit dhe detyrohemi që këtë trashëgimi ta bartim të pasarsit. Vetëm kështu mund të arruajmë tërsinë teknologjike të tokës dhe kur kësaj shtohet edhe rifragmentarizimi ose riparcializimi kontinuel që po bëhet sot e kësaj dite, atëherë një fermer i vogël do të jetë shumë vështirë të jetë konkurrent me fermerin e madh ose komercial, sepse do të ketë kosto më të lartë të prodhimtarisë dhe gjëra tjera të cilat janë sot tregu është i pamshirshëm. Kosova, nëse vërtet e ka pikë synim integrimin në Unionin Evropian, domosdoshmërisht duhet të atashohet standardet të sasisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore, se në të kundërtën s'të pranon tregu. Pra, krahas bonitetit të tokës, shkallës së pleshmërisë së tokës, analizave të tokës që duhet të bëhen qoftë agrokimike, qoftë pedologjike, është pasyra shumë e lehtë për specialistin që t'ja për rekomandimet përkatëse për këtë ose atë prodhim. Disa prodhime janë karakterit strategjik që nuk kurorëzohen me efektet larta pozitive financiare, siç janë prodhimtaritë intensive, por që të njëjtat duhet të mbështeten sepse duhet të sigurohet ushqimi. Mirë, ka tash gjithmonë po themi kjo pjesa kemi pa fatkeqësisht nga tokë bujqësore është bë tokë ndërtimore edhe të
nuk ka ndështë anë asjel të spi asoj ndërtimore në u bo bujtësore. Janë gabimet që nuk riparohen. Dhe kjo është e lashe. Po ka zëti Rusinovci ende kështu tokë të mirë në kuptimin që të pak të në këtu që janë t'i rujmë edhe kështu si njës shumë i mirë me vite, që të mund të themi që bujtësia, sepse këto gjeneratat e reja pak ma problem për me punu në bujtësi, ju e dini vetë këtë punë, po ka qenë kështu. Është e thjesht kjo. A janë konsumatorë edhe ata? Po do duajnë më shumë, apo jo, se që të mund proklamoni që të rritë të punojnë më shumë. Me që se për atë për edhem, po ka tokë të mirë që ende punojnë. Se është kjo debat kështu shumë i dhe që shumë herë qytetarë që pysin a ka tokë tamam, a ka ende, sepse përshuim që të ndërtesa dhe në kuptimin e proporcionalitetit, ata që po e kërkoni ju, toka bujqësor ose toka pune për kapita ose për kokë banorit, ne nuk qëndroj mirë. Do më kategorizohemi në grupin e vendeve poshtë. Por në këta konstelacion, bje fjalla ka shumë vende që janë me trend të lartë të zhvillimit ekonomike me këtë dhe bujqësis, që kanë edhe ma pak tokë punës se sa na për kapita, por që kanë produktivitet të lartë të punës. Pra, krasë kësaj, ne kemi edhe produktivitetin e ullë të punës, sepse investimet në bujqësi janë goxha kolosale, por që ato shpaguhen për vitet e tëra. Bje fjalla sistemi ujitjes. Dikur Kosova së ndërtoj do më thonë Radonicin, i cili sot ujit më shumë si përfaqe bujqësore, se sa Iber Lepencin, fakt Ibri, sepse me Lepencin ka me diçka të bëhat dhe nuk u bëha akoma, por që janë investime marramen, se mekanizimi derivon neve kem pas, do më thonë, një numër të caktuar të autokombojna, që kanë qenë pëthuj se të viteve të 7 vajta, që humbjet i kanë pas të larta për dalim nga sot që kemi klasë gjondere tjera që humbjet janë të vogla. Do më thonë, ne duhet të jemë të vëmendshëm krohas ruajtjes e tërësisë teknologjike të tokës që të shtojmë edhe produktivitetin e punës në bujqësi primare, sepse thash pare Shkarazi dhe ky shembull nuk vlen sepse nuk realizohet nëse shtojmë Holandën me 18 milion banor, aty ne ju bjen për kokë të banorit ma pak se 10 tari tokë punës që ne kemë më shumë, por që ata vitin e kaluar e kanë pas eksportin e prodhime u bujqësore dikon 138 miliard, që në kanë numër një në botë, për dallim nga Shtetet Bashkuara të Amerikës se i kishin 280 miliard, por që janë 50 shtete. Do më thonë, një shtet i vetëm, absolutisht, por që kanë një produktivitet të lartë të punës, dhe vetëm krasu shmeria që javlen, nëse ata kanë mri me i kryu 100.000 hektar polder në nivelin e tokës, me shtu fondin e tokës punuse, ne do më thonë që ta shkatrojmë ata është e pamshirshme, sepse një gjë duhet ta dinë të gjithë. Toka nuk është prune askujt. Pra ju takon brezav në kontinuitet dhe ashtu qyshe kanë morë si tërsi teknologjike duhet ta bartin sepse ka një karakter, një kuptim, një esencë të asetit nacional. E di që është e me gjerë, po marë shkas, sepse jo vetëm me na vujtu këto pjesë bujqësore vetëm kur ka reshje të shiut, por bujku duhet gjatë gjithë vitit me qenë gati për dhe mintecat që pastaj me dalë rendimenti tyre që me dalë, sepse kemi përshtypjen ne ku shkojmë kështu në pazar, e marrim, po e harrojmë, po ajo është një punë besoj kështu e gjatë gjithë vitit, apo jo, edhe shumë sakrificave në përgjithësi. Po du me të pyet, në këto dëme të reshjeve të shiut, sa po bën shtetin në përkrajet të tyre, edhe a do duhej ndoshta që me të vërtet si shtetet që i përmendëm më herët, që bujqësia ta ketë edhe më shumë fokusin edhe pse jo të bëhet kështu zhvillim nacional, qysh shumë herë shtetet në përbot kanë ose japin rëndësi ndoshta një vit ose dy vetëm një dikasterit pak më shumë sa atyre tjerave, se s'mund i lëm tjera atë kështu, po kish me qenë kjo tani Kosova ka fillu të zbatoj, do më thonë, një pjesë politika o të përbashkëta bujqësore që banë edhe Unioni Evropian dhe stimulon. Masat stimulative mund t'jenë subvencionet të drejt për drejt, agrante zhvillimore, regrese, premie tjera e tjera. A është kjo e mjaftueshme në këtë buxhet të kufizuar që e ka, do më thonë jam i vedishëm, por nuk ka prind edhe mësues i mirë që i thot dikuj, qoftë pasarësi, qoftë nxënësit përkatësisht studentit, ban diçka që ka zbohet. Po bane më mirë se sa që është. Kjo është ideja, ne duhet të punojmë shumë në mënyrë që këtë raportin e bilancit që e kemi dikon është një me
1.3 me 8.7, do më thonë në disfavor, sepse importi është marramens në raport me eksportin, të paktën ta balansojnë, sepse që ta bim në zero është e pamundshme. I spjegova paraprakisht shumë kultura që nuk përkojnë me kushtet tona agroekologjike. Shteti zbaton sot subvencionet e drejt për drejta. Disa vite më parë, nuk po më kujtohet saktësisht viti, janë hasë dhe keq përdorime. Prandaj duhet jetë kontrolli, rigoroziteti strikt. A është metodologjia e duhur, a është i vetmi kriter që duhet jetë sipërfaqja kultivuese, apo të shtohet produktiviteti, që të shtohet masa stimulative në grumbullimin, bje fjalët tash është grumbullimi i grurit, që pse për shembull, vitin e kaluar ka qenë një çmim ndikon rreth 19 cent, si vjet është 17. Keni parasysh sa kanë qenë më shtrejta këtë vit inputet bujqësore në përgjithësi, e nafta në veçanti, si pasojë e konflikteve që janë atje, dhe sot çmimi i grumbullimit të grurit është më i lirë në raport me vitin e kaluar. Kjo është arsyeja kryesore që fermeri duhet të mbështetet, sepse ai demotivohet, dekurajohet, dhe në rrethona të tilla që mos të sigurohet ushqimi bazë jetik, që mundson domethënë sot ne llogaritim për ushqim bukën, s'është ashtu. Buka nuk ka thot. Buka dën edhe një tryezë, domethënë me bylmetra, me prodhime të mishit e tjera, të cilat i marrëm nga kafshët, por që kafsha e dën sasinë për kacet të misrit, të sillazhes, të junxhes. Pra bimet në shkencën agronomike janë prodhuese. Kafsha dhe njeriu është konsumator. Ne konsumojmë edhe produkte animale, por që ato duhet të kenë komponentën e misrit. Dhe misri është ai promotori kryesor i zhvillimit të bujqësisë, sepse intensifikon industrinë e mishit, industrinë e çumshtit, industrinë e vezëve të pulat veojësi ose të brojlerëve të pulat që quhen përmeshë kështu me radhë, dhe vetëm me një prodhimtari të mjaftueshme, sepse edhe sot e kësaj dite ne si vend karakterizohemi me pamjaftueshmëri të prodhimit vendor dhe përpasoj kemi import marramens. Është e pajustifikueshme, po them, gjithmonë për produktet që kanë përku, dhe sot ne potencialin prodhues të kultivarëve përkatësisht hibrideve nuk mund ta shfrytëzojmë më shumë se 50%, bilet e misri jem shumë edhe më keq, gjë që nuk justifikohet. Mirë, komunat ndoshta jo vetëm aspekti kështu nacional, sepse gjithmonë kështu shkojmë te aspekti nacional, po edhe te komunat, te pjesa po e quaj logjistike, pjesën sa kanë këtu, se nganjëherë bujqësi kam përshtypjen të paktën një bujk, më ka thonë përmirësom nëse kam gabim, që janë disa gjëra shumë të vogla, detaje të vogla që ndoshta për neve nuk duken, por për ta janë shumë të rëndësishme. Ndoshta diçka shumë e thjeshtë që për ta e kryjmë punën, kanë përkraje. Shiko, komuna është... Gjitha komunat, jo? Dakor, komunat, më falë, në shumës, kanë obligim, edhe ligjor, edhe profesional, edhe kombëtar, që caktojnë fillimisht, domethënë damin. Këto janë vlerësime. Kur të flasim për hulumtim, është i saktë. Vlerësimi është i parafort. Pastaj, kanë ose s'kanë fonde për këtë punë, sepse unë dyshoj që kanë të njëjtat, një proces verbal, një formular, një komision përkatës profesional që ban raportin, duhet të dorëzoj të nivelli rajonal, çaj të bartë të nivelli qendror. Dhe ky koordinim duhet të jetë i plot. Ky koordinim duhet të jetë i paanshëm, varësisht në zonat e caktuara ku sa më shumë është shkaktuar, nëse llogaritim, nëse i analizojmë pak vlerësimet, të donë për shembull breshin që e kemi aktual, mund të jetë domi 20 deri në 90%, por mos e thon 100%. Tani, shkalla e damtimit, sigurisht që s'ka më qenë e njëjtë. Aq sa di nga terreni, aq sa kam korrespondencë me kolegë, me specialistë, aq sa kum pa domethënë në terren. Fshatrat e istogut kanë dome më të mëdha si pasojë e intensitetit të madh të breshit dhe një pjesë e fshatrave të Skënderajit në raport me komuna tjera. Komuna tjera, bie fjala Rraveci, ato që e potencuohet paraprakisht, Ferizaj, po ashtu një pjesë e Lipjanit, një pjesë e Vitis kanë pas probleme nga vërshimet, të cilat janë dome të konsiderueshme, ç'është ndoshta në një shkallë të komparacionit ose krahasueshmërisë janë më të ulta në raport me një pjesë të madhe të fshatrave të istogut, sepse atje janë dome goxha kolosale. Për krejt ato që ka shkaktuar intensiteti i breshave, përveç që i ka dëmtuar gjitha. Nëse i marrëm të pemt, gjitha i ka qitë në tokë edhe pa arrit pjekurinë e plot. Domethënë kanë qenë është në fillim të pjekurisë në varet prej varieteteve kanë qenë më të hershme, të mesme ose të vonshme, por si dam, ajo është goxha i theksuar
Dhe unë jam i bindur që fermerët duhet të mbështeten për një arsye të thjeshtë, sepse për bindjen time profesionale, fermeri, përkatësisht fermerët, janë shtresa më e respektuar në shoqëri për arsye se objektiven, përkatësisht targetin e kanë gjithmonë human që të prodhojnë ushqim. Por që vetdia, edukata, kultura, trajnimi që duhet të bëjnë specialistët me tanë teren, duhet të ketë një target të caktuar që vërtet të shtohet edhe prodhimi edhe produktiviteti për njësisi përfaqësore. Neve hektarin e punës dhe i sot e kem llogarit veç si kosto, por nuk e kem llogarit do më thonë edhe në kuptimin ekonomik se leverdis ose si javë leverdis, se në të kundërtën çdo fermer që punon duhet ta gëzoj një efekt pozitiv financiar, çfarë do qoftaj, varësisht nga kultura, a është tradicionale apo është intenzive. Qësh duhen bujqit në këto ditë të reshjeve, të mdhaja të shiut, me umbrojt, edhe a ka ndonjë masë, sidomos për këta bujqit e ri, që kanë fillu këto punën e tyre, po e quj, cila janë ato masa që të paktën ata mund t'i bëjnë, sepse është pjesa natyrës, zotit, po ideja që si me umbroj që se mundësh me ato kapacitetet që kanë. Dikur, në Kosovë kanë funksionuar shumë pika që kanë luftuar breshin me 2 qendra kryesore. Në pjesën e rrafshit të Kosovës ka qenë një sistem raketor në Kolegj dhe në pjesën e rrafshit Ugaxhinit në Klin që i kanë koordinuar pika tjera. Sot një pjesë e madhe përgjegjësve institucional, edhe ndoshta është ashtu, thonë që kontrollin ajror nuk e menaxhon më qeveria e Kosovës për shumë arsye, por ndoshta do të duhej institucionalisht kërkohej ndihmë nga faktori ndërkombëtar, sepse përderisa ka marrë përgjegjësi që të siguroj sigurinë tonë fizike, është çështje shumë e lehtë, nuk e di, s'jam i sigurt për këtë punë se kanë marrë ose kanë marrë shkretë zyrtare. Gjëra tjera, mund të ketë edhe sistemi i mbrojtjes së breshit, sistemi i ndërthurjes, domethënë që kushton, është i kushtueshëm të rrjetave të ndryshme, por që vërtet shton kostën e prodhimtarisë për njësisi përfaqësore në mënyrë që të prolongohen ose të eliminohen, të menjanohen domet. Po pavarësisht kësaj, se çfarë do të bëjmë dhe çfarë na pret të ardhshme, thash se është sfiduese, gjendja aktuale është pak sa shqetësuese për fermerët e atakuar dhe në një farë forme apeloj të gjitha institucionet relevante, domethënë në koordinim me qeverinë e Kosovës, që të paktën pjesërisht të ndihmohen nëse plotësisht nuk mund të ndihmohen. Mirë, unë ju falenderoj shumë zoti Rusinovci që ishit sot me neve, edhe po shpresoj që të ketë sa më pak dëm